Spanja është distancuar zyrtarisht nga nisma bordi i paqes e krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump, duke konsideruar atë të papajtueshëm me parimet e Kombeve të Bashkuara dhe zgjidhjen mes dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez. Vendimi u bë publik nga kryeministri spanjoll Pedro Sánchez, i cili theksoi se struktura e propozuar nga Washingtoni nuk përfshin autoritetet palestineze dhe nuk respekton kornizën ndërkombëtare të OKB-s. Sipas tij, ardhmja e Gazës, bregut perëndimor dhe të gjithë Palestinës duhet të udhëhiqet nga vetë palestinezët në dialog me Izraelin dhe në zbatim të ligjit ndërkombëtar. Sánchez akuzoi administratën amerikane se po minon rendin ndërkombëtar dhe po dëmton seriozisht marrëdhëniet transatlantike. Ai deklaroi se veprimet e Washingtonit po e tensionojnë raportin mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në një nivel të paprecedent, duke shtuar se Europa duhet të forcohet nga brenda dhe të hapet më shumë ndaj pjesëve të tjera të botës. Kryeministri spanjoll theksoi se Bashkimi Evropian synon një rend botëror të bazuar në rregulla dhe ligj ndërkombëtar, jo në imponim force apo interesa private. Në të njëjtën kohë, presidenti Trump ka tërhequr një ftesë për Kanadan për t'u bashkuar bordit të paqes, duke njoftuar publikisht se Ottawa nuk do të jetë pjesë e kësaj nisme. Bordi i paqes u prezantua nga Trump në forumin ekonomik botror në Davos si një strukturë që synon ndërmjetësimin e armëpushimeve dhe menaxhimin e sigurisë e rindërtimit nga zonat e dala nga lufta. Megjithatë, prezantimi i tij u shoqërua me mungesën e aleatëve tradicional të SBA-s, përfshirë Kanadan, Britaninë e Madhe dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, me përjashtim të Hungarisë dhe Bullgarisë. Në këtë bord janë përfshirë Izraeli, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa skepticizmi evropian ndaj nismës vazhdon të thellohet.